Pasi që ta kemi edukuar fëmijën tonë me një edukat etiko-morale nga një prindër i cili është autoritativ, e jo autoritar që nuk e dëgjon ndjenjen e fëmijët që krijon distancë me fëmijën e vet, ne gjithashtu duhet t'i mësojmë kufijt dhe sigurinë personale të fëmijët. Pra atyre t'ja mësojmë këto deri ku i ka kufinjët e prekjes për shembull. Përveç asaj që tham se virgjëria jepet vetëm në dyshekun e ndershmërisë, e jo në për skuta, në për rrugë, ne gjithashtu fëmijët e vegjël, të cilët mund të jenë të atakuar me lloj pedofil, qoftë ajo besa edhe brenda familjes, edhe jashtë familjes. Prandaj në disa kultura, për shembull, si në Indi, ata i mësojnë fëmijët që nga mosha 7-8 vjeçare, nuk kanë lëndë edukative, po kanë programe të posaçme edukative për edukim për seksual. Për shembull, fëmijët i mësojnë me bad touch and good touch. Sa mundet një gjagji me të prek kokën, apo me t'i prek buzët, e tjera e tjera. Pra, prekjet e mira dhe prekjet e këqija, që në fëmiri këto duhet ja mësojmë fëmijëve ta dinë ata kufijt për me qenë pak ma të siguruar. Një metodë si kjo mund të jetë shumë e dobishme për të ndihmuar fëmijët që ta kuptojnë se dikush e kalon kufirin në prekjet, qoftë ai edhe ndoshta edhe xhaxhai, apo një shok i klasës, e tjera, pra e kupton fëmija që nga fëmiria ku janë kufinjet dhe duhet që ti ndihmoj kjo lloj edukimi që ai ta raportoj këtë prekje jo të mirë tek prindrit. Pra, shkollat gjithashtu mund të luajnë rol të veçantë dhe të rëndësishëm në këtë edukim, duke përfshirë programe të ndryshme që t'i mësojnë fëmijët për mbrojtjen e kufinjeve personal, sa i përket seksualitetit. Të mësohen fëmijët për etiko-moralen, pra për rregullat, për normat etiko-morale, kush mund të jetë i dashur i yt, sepse edhe kafshët bëjnë marrëdhënie, bëjnë seks. Prandaj duhet i mësojmë fëmijët se për normat etiko-morale, gjithashtu duhet t'i mësojmë fëmijët edhe t'i mbrojnë kufinjet, e jo t'i mësojmë fëmijët se si duhet të përdorin kontraceptiv, edhe si t'i mësojmë në kohrat moderne, se ajo na qenë ka nevojë biologjike. Nevojë biologjike është edhe për kafshët, edhe për njerëzit, po njerëzit kanë rregulla, norma. Besoj se këto 4 video do t'ju shërbejnë për fëmijët tuaj si të vegjël, ashtu edhe për adoleshentët, t'ju shërbejnë dhe se mendoj se nuk ka nevojë për një lanë të posaçme për edukimin seksual në shkolla, por ka nevojë që të kenë programe të ndryshme në kuadër të edukatës qytetare, të cilat do ta lehtësojnë, do ta lësojnë sa më shumë zhvillimin personal tek fëmija, si dhe mbrojtjen dhe sigurinë nga problemet e ndryshme që mund të atakohen si fëmija, si adoleshenti. Ju faleminderit, mos harroni bëni like, bëni follow.